Ndërsa të prillit dita botërore e shëndetit universal për studentët e Fakultetit të Shëndetit Publik në Vlorë, dega infermieri është dhe një ditë që ka në vëmendje ndërgjegjësimin e publikut për rëndësinë e një sistemi shëndetësor gjithëpërfshirës ku askush të mos mbetet pas. Në këtë ditë studentët kanë zhvilluar kontrolle mjekësore falas për qytetar kalimtar, si matjen e tensionit dhe testin e sëmundjes së diabetit. Sipas studentes Floviana Korçar, interesimi i qytetarëve nuk ka munguar sot, ndërsa përcjell mesazhin e kësaj dite se shëndeti është një drejtë themelore, jo një privilegj. Sot në nder të ditës botërore të shëndetit universal, ne po organizojmë një aktivitet. Aktiviteti jon ka filluar që në orën 9 tek sheshi Flamurit me një marshim drejt në rektorat. Në rektorat zhvilluam një mbledhje duke diskutuar për shkaqet ose rreziqet kryesore të shëndetit dhe aktualisht po zhvillojmë një shërbim shëndetësor të ofruar falas në komunitet. Jam për të gjithë qytetarët, kush të dëshirojë të na bashkohet, ne jemi të mirë pritur. Interesi përgjithsisht është nga moshat e treta, qytetarët bashkohen, janë të interesuar dhe sa po na shikojnë, afrohen për të marrë shërbimin falas. Në radhë të parë, dua të theksoj që ky aktivitet është organizuar nga vetë studentët. Nuk është një aktivitet i organizuar nga kemi gjithmonë mbështetjen e universitetit, por është i ideuar nga vetë në studentët dhe kjo është një thirrje për ruajtjen e shëndetit. Domethënë në çfarë do lloj mënyre. Çdo njeri duhet të jetë i sensibilizuar të ruajë shëndetin. Vetja jonë është parësore, ne jemi mbi gjithçka, pastaj vijnë të tjerat. Qëllimi i aktivitetit organizuar nga studentët e Fakultetit të Shëndetit Publik dega infermieri mbetet sipas tyre për një të ardhme më të mirë ku çdo individ, pavarësisht të ardhurave apo vendodhjes, të ketë mundësi të barabarta për kujdes shëndetësor cilësor.